Këtë të njëjtë për herë të nëntë do të tentohet finalizimi i seancës konstituitive të kuvendit që nisi më 15 prill dhe ngeci për shkak të kundërshtimit të kandidates Albulena Haxhiu për postin e kryetares së kuvendit nga partitë që dolën pas lëvizjes vetëvendosje. Një herë kuvendi e pastaj qeveria është deklaruar disa herë kryeministri në detyrë Albin Kurti, partia e cilit doli sërish fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit. Vetëvendosje ka propozuar Albulena Haxhiu ish ministren e drejtësisë si kandidate për kryetare të kuvendit, mirë po opozita duke e thirrur në atë që ka të drejtë të kundërshtoj kandidatin e partisë fituese, e ka refuzuar Haxhiun për krye parlamentare. Si shkak i kësaj, Kosova po hyn gati në muajin e tretë pa institucione të reja, duke llogaritur kohën që nga mbajtja e zgjedhjeve. Por cila është arsyeja që opozita nuk e do Haxhiun në këtë pozitë? Apo kërkojnë akmarrje ndaj vetëvendosjes apo presin për t'u kaluar radha atyre për formimin e institucioneve? Lidhur me këtë çështje ka folur juristi dhe profesori Blerim Burjani. Ai vlerëson se ekzistonte dyja këto mundësi dhe duke përmendur arsyet pse partitë opozitare kundërshtojnë vetëvendosjen. Me të dyja, e para sepse ajo jo rrallëherë ka fyer disa njerëz të opozitës dhe tërë opozitën në përgjithësi. Pastaj edhe Kurti ka përdorur një fjalor të pamatur politikisht. Këto janë regjistruar në veshët e opozitës. LDK-ja si dëshiron të merret fare me asnjërin prej tyre. PDK-ja gjithashtu nuk dëshiron të bashkëpunojë, edhe pse sjelljet e saj janë më të buta ndaj VV-s, vlerëson ai. Sipas profesor Burjanin, të gjithë po kërkojnë ose një marrëveshje për kryeministrin dhe presidentin e ardhshëm, ose nuk do të ketë as kuvend dhe as qeveri. Tash, nëse do të merren vesh për këto çështje mbetet të shihet, për momentin nuk ka marrëveshje për ka mospajtime, tha ai. Po ashtu për këtë temë ka folur edhe deputeti shqiptar nga Bërna, Korab Rashidi. Ai duke ndjekur zhvillimet politike në Kosovë thekson se bllokada aktuale në formimin e institucioneve të reja në Kosovë nuk ka të bëjë me ndonjë krizë kushtetuese apo ndarje të thellë ideologjike mbi drejtimin e vendit, por është rezultati i interesave të ngushta të partive politike dhe sidomos të partisë në pushtet, lëvizja vetëvendosje. Kjo e fundit si subjekt politik i majt ekstrem ka ndërtuar të gjithë narrativen e vet mbi idenë se partitë e tjera janë të korruptuara, hajdut apo të paafta, madje i ka etiketuar si ajvana. Kjo e bën të pamundur për lëvizjen vetëvendosje të bashkëqeverisë në mënyrë konsensuale, pasi një qeverisje me kompromis do të rrëzonte thelbin e retorikës që i solli pushtetin. Së dyti, ekziston një problem i thellë në vetë strukturën e sistemit politik të Kosovës, në veçanti në mënyrën si zgjidhet kryetari i kuvendit. Ky proces në mungesë të një kulture kompromisi dhe me mungesën e një arkitekture më elastike institucionale prodhon gërç institucional që rrezikon të bëhet kronik në çdo legjislaturë. Nga pikpamja ime do të ishte me vlerë të shqyrtojë një reformë që do të mundsonte një rotacion të postit të kryeparlamentarit ndërmjet 4 partive më të mëdha parlamentare me mandat 1 vjeçar brenda ciklit 4 vjeçar, vlerëson Rashidi. Ai thotë se në rastin konkret opozita nuk po e bllokon procesin. Përkundrazi, sipas tij, është vetëvendosje që po mban një interpretim maksimalist dhe të deformuar të rolit të partisë së parë, duke pretenduar se vetëm ajo ka të drejta udhëheq kuvendin dhe qeverisjen, pa ndonjë reflektim mbi nevojën për konsensus apo koalicione të gjera që janë thelbi i çdo sistemi parlamentar. Në një sistem të tillë pushtetin e merr jo domosdoshmërisht partia e parë, por ajo që arrin të ndërtojë një shumicë funksionale dhe të balancuar. Së fundit duhet theksuar se urgjenca për të formuar një qeveri të re është në masë të madhe artificiale. Institucionet bazë të shtetit, si policia, shkollat, shërbimet publike vazhdojnë funksionimin normal. Kjo situatë nuk është as e re dhe as dramatike. Edhe vende të konsoliduara si Belgjika kanë kaluar muaj të tërë, madje më shumë se 1 vit pa qeveri të re, ndërkohë që jeta qytetare vazhdon, nënvizoi ai. Rashidi vlerëson po ashtu se mungesa e një qeverie mund të shihet edhe si një kohë qetësie për qytetarët. Pa qeveri të re nuk ka ligje të reja, nuk ka rritje taksash dhe nuk ka ndërhyrje të reja nga shteti në jetën e përditshme. Kjo u jep qytetarëve një moment frymëmarrje, një farë paqeje administrative, shpreh ai.